Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij pastër, me shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Por sot do të flasim rreth temës me cilët njerëz të shoqërohemi. Njeriu është qenie shoqërore. Ai formohet jo vetëm nga ajo që mëson, por edhe nga ata me të cilët shoqërohet. Shoqëria ka ndikim të drejtë për drejtë në mendjen, moralin dhe rrugën e jetës dhe të jetesës së njeriu. Një shoqëri e mirë e afron njeriu me të vërtetën, e nxit drejt së mirës dhe e mbron nga devijimi. Ndërsa shoqëria e keqe mund ta largojë nga vlerat dhe ta çojë drejt gabimit dhe devijimit. Islami i kushton rëndësi të veçantë zgjedhjes së shokëve, duke e konsideruar shoqërinë e mirë si një mjet edukimi, forcimi të besimit dhe përgatitjeje për sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Këtu vlen pyetja, me cilët njerëz të shoqërohemi? Sipas fesë së pastër islame, duhet të shoqërohemi me këta njerëz. Së pari, të shoqërohemi me ata që na kujtojnë Allahun e madhëruar. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë se bishepujt i thanë Isait alayhis salam: "O shpirti i Zotit, me këtë shoqërohemi." Ai Isai alayhis salam u tha atyre: "Me atë që kur ta shikoni, ju kujtohet Allahu, kur të flas, ju shtohet dituria, dhe kur të shihni veprën e tij, ju bën të dëshironi botën tjetër." Ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është udhëzim për zgjedhjen e shoqërisë së mirë, sepse shoqëria ndikon drejt për drejt në besimin, diturinë dhe orientimin e jetës së njeriu. Shoqëria e mirë është ajo që ta ofron me Allahun jo vetëm me fjalë, por edhe me sjellje, për ulësi dhe moral. Vetë pamja dhe prania e shokut të mirë të zgjon ndërgjegjen dhe të kujton Allahun. Shoku i mirë flet me urtësi, këshillon me dije dhe nuk të çon drejt padijes apo fjalëve të kota. Shoku i mirë të ndihmon të rritesh mendërisht dhe shpirtërisht. Veprat e shokut të mirë janë shembull praktik. Adhurimi, ndershmëria dhe përkushtimi i tij të motivojnë për jetën tjetër dhe jo për pasionet e kësaj bote. Shoku i mirë të mëson me vepra, jo vetëm me fjalë. Shoqëria, të dashur vëllezër dhe motra, nuk është neutrale. Ajo ka dy gjëra: ose të afron tek Allahu, ose të largon prej tij. Nuk ka të tretë. Duhet të zgjedhim pra shok që na forcojnë besimin, na shtojnë dijen dhe na orientojnë drejt së mirës në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Së dyti, të shoqërohemi me të devotshmit dhe të urtët. Njeriu i urtë është ai që vepron dhe flet me mençuri, duke e udhëhequr veten sipas dijes, përvojës dhe moralit të drejtë dhe të lartë. Njeriu i urtë di të ndajë të mirën nga e keqja, mendon para se të veprojë dhe nuk lejon të udhëhiqet nga pasionet, emocionet apo
impulsiviteti. Njeriu i urtë mendon të vepron me drejtësi dhe maturi, mëson nga përvoja dhe gabimet e veta dhe gabimet e të tjerëve, këshillon të tjerët me butësi dhe pa arrogancë, kontrollon pasionet dhe dëshirat e menjëhershme dhe përqendrohet në atë që është e dobishme për shpirtin dhe mendjen e tij. Urtësia nuk është thjesht dije, por është aftësia për ta përdorur dijen dhe përvojën në mënyrë të drejtë dhe të dobishme. Njeriu i devotshëm është ai që respekton dhe ndjek urdhrat e Allahut, i përmbahet moralit të lartë dhe përpiqet të jetojë sipas mësimeve të fesë, duke i dhënë përparësi punëve të mira dhe duke shmangur të këqija. Njeriu i devotshëm ka besim të fortë dhe kujdes të vazhdueshëm për marrëdhëniet me Allahun. Ai respekton ligjet dhe urdhrat e Allahut, praktikon drejtësinë dhe moralin e lartë në marrëdhëniet me njerëzit, bën vepra të mira dhe bamirësi, jo për shpërblim, por nga bindja dhe sinqeriteti. Ai kontrollon pasionet dhe dëshirat kalimtare për hir të Allahut. Devotshmëria nuk është vetëm adhurim formal, por një mënyrë jetese që pasqyron bindje, moral dhe përkushtim ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoqërohu me të urtët, do të plotësohet mendja jote, do të ngrihet shpirti yt dhe do të zhduket padituria jote. Me këtë thënie, prisi i besimtarëve, Imam Aliu na mëson se shoqëria me të urtët është çelësi i rritjes së njeriu. Ajo e pasuron mendjen, dhe e lartëson shpirtin dhe e çliron njeriu nga padituria. Shoqëria e mirë, shoqëria pra me të urtët, ndërton personalitetin dhe e afron njeriu me të vërtetën. Gjithashtu Imam Aliu ka thënë: shoqërimi me të urtët është jetë për mendjen dhe shërim për shpirtin. Sa madhështore për ka thënë. Nga ky hadith mësojmë se shoqëria me njerëz të urtë është burim gjallërie mendore dhe shëndeti shpirtëror. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson se të urtët e gjallërojnë mendjen duke pasuruar me dije, mendim të drejtë dhe udhësi. E shërojnë shpirtin duke e pastruar nga dyshimet, shqetësimet dhe nga prirjet e këqija. Imam Aliu, pra këtu me këtë thënie, thekson se shoqëria e mirë nuk është vetëm kënaqësi shoqërore, por nevojë për zhvillimin intelektual dhe moral të njeriu, dhe se zgjedhja e shokëve është zgjedhje për jetën e mendjes dhe qetësinë e shpirtit. Gjithashtu Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoqërohu me të devotshmit dhe të urtët dhe bisedo shumë me ta, sepse nëse je i paditur, do të mësojnë, e nëse je i ditur, do të shtosh dijen. Së treti, të shoqërohemi me dietarët. Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Al ulama warathatul anbiya, sipas hadithit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ata janë që i friksohen më shumë Allahut, si thot Kurani i shenjtë në surën Fatir ajeti 28, vërtet ata që i friksohen më shumë Allahut janë dietarët. Dietarët janë fanarët ndriçues dhe udhëzues të njerëzimit. Lukmani i Urt, paqja qoftë mbi të, i ka thënë djalit të tij: o birim, shoqërohu me dietarët dhe ulu pranë tyre, sepse Allahu i lartësuar i ngjall zemrat me dritën e dijes, ashtu siç e ngjall tokën me shiun nga qielli. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoqërohu me dietarët që të jesh i lumtur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: pyetni dietarët, bisedoni me të urtët dhe shoqërohuni me të varfër. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: mos rrini veçse me ndonjë dietar që ju thërret nga pesë gjëra tek pesë të tjera.
nga dyshimi tek bindja, nga hipokrizia tek sinqeriteti, nga lakmia tek frika ndaj Allahut, nga mendjemallësia tek përulësia, nga mashtrimi tek këshilla e sinqertë. Sa madhështor për të thënie të profetit dhe të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi të, që na orientojnë, na udhëzojnë që të shoqërohemi përmes dietarëve, sepse ka mirësi të madhe. Shoqërimi përmes dietarëve sjell lumturinë në njeriu. Së katërti, të shoqërohemi me të mirët. Njeriu i mirë është ai që ka moral të lartë, vepron drejt dhe ndihmon të tjerët, duke u përpjekur të bëjë të mirën në çdo aspekt të jetës së tij. Njeriu i mirë tregon dëshmëri dhe drejtësi në marrëdhënie me të tjerët, ka moral dhe sjellje të mirë si mirësia, durimi dhe bujaria, ndihmon të tjerët dhe tregon mëshirë ndaj të dobtëve, i shmanget të keqes dhe gabimeve që mund të dëmtojnë të tjerët, përpiqet të jetë shembull pozitiv në shoqëri. Njeriu i mirë nuk është vetëm ai që flet për vlera, por ai që i praktikon ato në jetën e përditshme dhe e përhap të mirën përreth vetes së tij. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: shoqërohuni me të mirët, sepse nëse bëni ndonjë të mirë, ata ju lavdrojnë, dhe nëse gaboni, nuk ju qortojnë ashpër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi me këtë thënie pra na mëson se shoqëria me njerëzit e mirë sjell mirësi dhe qetësi shpirtërore. Ata e vlerësojnë të mirën, e mbulojnë gabimin dhe këshillojnë me urtësi, duke ndihmuar njeriu të përmirësohet dhe jo të poshtrohet. Së pesti, të shoqërohemi me njerëzit e matur. Njeriu i matur është ai që nuk është ai që di gjithçka, por është ai që di kur të hesht, kur të flas dhe si të veprojë drejt. Njeriu i matur është ai që udhëhiqet nga mendja, besimi dhe morali dhe jo nga pasionet. Njeriu i matur e përdor arsyen si dritë dhe besimin si udhërfyes. Njeriu i matur është ai që mendon para se të flasë të veprojë, e përshon pasojën e çdo hapi dhe vepron me urtësi, jo me nxitim apo emocion. Njeriu i matur është ai që e drejton jetën me urtësi, me durim dhe me përgjegjësi, duke zgjedhur gjithmonë atë që është më e dobishme për të dhe për të tjerët. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: shoqërohu me të maturit dhe do të bëhesh më i matur. Me këtë thënie, Imam Aliu na mëson se sjellja dhe karakteri formohen nga shoqëria. Duke u shoqëruar me njerëz të matur, njeriu mëson maturinë dhe urtësinë, ndërsa shoqëria e keqe e shtyn njeriu ndaj gabimit dhe devijimit. Larg qoftë. Së gjashti, të shoqërohemi me të varfërit. Shoqërimi me të varfërit rrit mirënjohjen dhe kënaqësinë me atë që Allahu na ka dhënë dhe na largon nga lakmia dhe materializmi. Shoqëria me të varfërit nxit pamirësi dhe solidaritet, sepse shoqërimi pra me ta të mëson të ndihmosh dhe të japësh pa pritur shpërblim. Zvoglon egoizmin dhe vetkënaqësinë, duke kuptuar realitetin dhe vështirësitë e të tjerëve. Shoqëria me të varfërit forcon karakterin shpirtëror, durimin dhe përulësinë, rrit kujdesin për të drejtën dhe drejtësinë sociale, duke u bërë më i ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve. Shoqërimi me të varfërit nuk është vetëm akt bamirësie, por edhe mjet edukimi shpirtëror dhe moral për njeriu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: shoqërohu me të varfërit dhe do të shtosh mirënjohjen. Pra do të bëhesh akoma më shumë mirënjohës. Në një thënie tjetër, Imam Aliu ka thënë: lum kush shoqërohet me dietarët e feve dhe të mëshirës dhe përzihet me të dobtit dhe të varfërit. Së shati, të shoqërohemi me të drejtët. Njeriu i drejtë është ai që vepron në ndershmëri,
me paanshmëri dhe moral të lartë, duke respektuar të drejtën e të tjerëve dhe duke zbatuar drejtësinë në çdo aspekt të jetës. Njeriu i drejtë e nderon të drejtën dhe nuk bën padrejtësi ndaj askujt. Ai vepron me paanshmëri, pa favorizuar dikë për interes personal. Ai e mban fjalën dhe premtimin, mbron të dobtin dhe të drejtën, duke mos lejuar shtypjen ose shfrytëzimin. Nxit drejtësinë edhe në marrëdhëniet shoqërore dhe personale. Njeriu i drejtë është shembull i integritetit dhe moralit të lartë dhe veprimet e tij reflektojnë përkushtimin ndaj së vërtetës dhe drejtësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: O biri Mesudit, shoqërohu me të drejtët, me vëllezërit e devotshëm dhe me asketët, ata që lënë pas për kënaqësitë e kësaj bote, sepse Allahu i madhruar thot në Kur'an, atë ditë shokët janë armiq për njëri tjetrin përveç të devotshmëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na mëson se shoqëria me të drejtët dhe të devotshmit e forcon besimin dhe e mbron njeriu nga devijimi. Asketët na mësojnë të mos lidhemi tepër pas kënaqësive kalimtare të kësaj bote. Shoqëritë që ndërtohen vetëm mbi interes dhe pasione do të shndrohen në armiqësi në ditën e gjykimit. Vetëm shoqëria e bazuar në devotshmëri mbetet e dobishme dhe shpëtuese në jetën tjetër. Pra, ky hadith i profetit thekson se njeriu i vërtet apo shoku i vërtet është ai që të afron për me Allahun, sepse vetëm një shoqëri e tillë sjell dobi si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, shoqërimi me të mirët, me të urtët, me të dietarët, me të devotshmit, me të drejtët dhe me të varfrit sjell forcim të besimit dhe kujtim të vazhdueshëm të Allahut. Sjell moral të lartë dhe sjellje të mirë, sepse njeriu ndikohet nga shokët, sjell dije dhe urtësi përmes këshillave dhe shembullit të tyre, sjell qetësi shpirtërore dhe siguri, sepse ata këshillojnë me butësi, sjell mbrojtje nga gabimi dhe devijimi, pasi të largojnë nga e keqja. Sjell dobi në jetën tjetër, sepse kjo shoqëri nuk kthehet në armiqësi në ditën e gjykimit. Shoqërimi me të mirët është bekim, sepse të bën më të mirë në sjellje, më të fortë në besim dhe më të përgatitur për botën tjetër. Imam Zainul Abidin alayhis salam ka thënë: qëndrimi me njerëzit e mirë është thirrje drejt përmirësimit. Allahu na mëson që të përmirësohemi në atë që është më e mira, më e drejta, më e dobishme për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.